A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, vazhdojmë me ligjatën e fundit me këtë libër, mjetet e përshtatshme për një jetë të rehatshme të dietarët e njohur Abdulrahman Es-Saidit, Allah e mëshiroft. E kemi nisur një seri shumë të mirë. Tash kemi të pjesa e fundit jemi. Autori në këtë pjesën e fundit i ka përmbledhën në pika të shkurta, i ka përmendur 10 rregulla se si me arrit deri tek lumturia. Edhe pse më herë ka folën, i ka përmendur 11 shkaqe të lumturisë. Tash në pika të shkurta do t'i përmendë vetëm 10 rregulla të lumturisë. Pika të shkurta. Ta shohim, është interesant do tema i trajton hoxha më. Kështu fillon kjo tema, pika e parë fillon me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kuptimi i këtij hadithit e ka filluar autori me këtë hadith, ka thonë besimtari nuk ndodh ta urrej tërësisht besimtaren. Pra burri nuk e urren tërësisht gruan e vet. Pse? Kështu ne? Vazhdon hadithi, in kariha minha khuluqan, nëse ndodh që t'ja urrej një pjesë të moralit të asaj, thot pejgamberi selam, radiya minha khuluqan akhar. Do të kënaqet, do ta shikoj një sjellje tjetër që e ka të mirë, kështu që më thonë me arrit deri tek pajtëshmëria dhe pëlqimi. Kjo është një hadith interesant, flet në aspektin bashkëtorë. Flet më thonë një hadith që flet burri si ta trajton gruan e vet. Pa autori ka marrë këtë hadith, do ta shohim tash, i nxjerr do mësime nga ky hadithi, nuk e trajton hadithin vetëm mes dy bashkëshortëve, por e trajton hadithin më gjatë. Ta shohim. Vazhdon autori thotë, burrojnë 2 mësime të rëndësishme nga ky hadith. Burimi i parë, thotë autori, mësimi i parë thotë udhëzime për mirësjelljen ndaj gruajes. Kjo është hadithi për këtë tematik, më thonë. Më në rend parë, kjo hadith flet për jetën bashkëtorë. Vazhdon autori thotë, po kjo nuk vlen vetëm për këtë, thotë të afërmit, kjo vlen thotë për mikun dhe çdo kujt tjetër me të cilët thotë ne kemi lidhje. Kjo më ka qenë bab, më ka qenë vllai, më ka qenë motra. Më dhënë këtë ata njerëz që kemi për rreth, mund me konën punëtori, mund me konën pronari, e kështu me radhë, këtë ata njerëz mund me të çka hadithi. Vazhdon autori thotë, duhet të jesh thotë i vetëdijshëm se ata mos do i keni thotë do kenë meta, njerëz do mos kanë meta, qoftë e gruaja jote apo vllai jot ose baba jot ose nëna jote. Thotë apo gjatë që ti urren thotë, por se thotë kur të hasesh me to, krahasoj thotë me detyrimin dhe përgjegjësinë që e ke për të mbajtur lidhjet e forta dhe mbi themet e dashurisë dhe respektit. Shem motiv, nëse shen nona jote ka bënë një lëshim. Në këtë moment kujtoj se ti ke disa obligime ndaj saj. Jo për shkak të asaj lëshimit që ka bëu ajo, sepse nuk është drejt, ti më marr me pas pretekst që më respektu. Jo, kemi apo onët pozitive të saj, dhe do të mendosh obligimet që i ke ndaj saj. Tani më thonë edhe nëse ndodh diçka keq, do të vazhdoj ajo raporti i mirë me nonën këtë rast si shembull. Kjo vlen edhe me gruan, kjo vlen edhe me bab, kjo vlen me vëlla, kjo vlen me motor, kjo vlen me kushi, më thonë me këtë më thonë llojet e njerëzve. Vazhdon autori thotë, si dhe thotë përfitime qofshin si individ, qofshin si shoqëri thotë, dhe duke u përqendruar te mirësitë. Gjithmonë duhet të përqendrohesh tek mirësitë që burren nga këta njerëz. Më thonë, edhe thotë ruan lidhjet dhe sigurohet qetësia shpirtërore. Në këtë formë thotë ti e ke siguruar edhe e ke qetësuar shpirtin. Pse kjo? Se na ti smush me ndru gruin çdo nat, pse ka bënë lëshim. Po edhe vllajën së rendojsh, po edhe babën smush me ndru. Po dush më apo onët pozitive që i ka, edhe onët negative që i ka dush me i te kalu. Këtu nëse ndalmi pak te çka pik, në fillimisht e kena ka thonë njëri prej Fudayl ibn Iyad ka thonë men talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kush lip një vëlla pa marrë, pa noksanllëke, thotë ka mbet pa shok, pa vëlla. Ka thonë njëri prej parëve ton, kur ka shpirt Ismaiu, ka thonë njëri prej dietarëve, Khalid ibn Safani ka thonë ayul ikhwani ahabbu ilayk, cilët njerëz, cilët shok janë më të dashur tek ti. A di çka ka thonë? Ka thonë këtë dietar, ka thonë men saddada khalali. Kush mi ka dhënë ato noksanllëke që i kam, dobësit. Wa ghafara li zalali, dhe mi fal lëshimet që i bëj, që kanë shokë i mirë. Edhe çka të wa qabila ilali. Dhe i pranon metat e mia. Të smushme nëse lip në shok që s'ka gabime hiç, s'e kemë gjetë. Kështu që mund dush me pranu realitetin se ne jemi njerëz,
kemi më thonë mangësi, kështu që më thonë qofta e gruaja ose shka do të qofta e person që keni lidhje, më thonë, ne e shfryzojmë këtë hadithin pejgamberit sa me shikuar aspektet më thonë pozitive. Thuhet për një dietari tjetër ka thonën men ibtaga sadiqan bila aibin asha wahidan. Kush kërkon një shok që s'ka marrë, thot ka me jetu vet. Kush lip, më thonë një shok që s'ka marrë, s'ka dobësi, s'ka mangësi, thot ka me jetu vet. Thot o men ibtaga zawjatan bila naqsin asha a'zaban. Kush lip thot gru pa mangësi, thot ka me beqar. Do të dahet një ditë për gruzve nëse lip një gruaje që s'ka mangësi. Thot man ibtaga thot habiben bila mashakil asha bahitha. Thot kush lip një dashamir, një shok që s'ka thot meta, s'ka lëshime, thot gjithmonë ka me konë në kërkime sipër të një shokët që në mendjen e tij janë ky prezant, një shok që s'ka gabime. Asnjëherë s'e kemë gjetë. Edhe thot këtitari wa man ibtaga qariban kamilan asha qatian li rahimi. Kush lip një familje që pa lëshime, pa gabime, thot ka me jetu, thot ka me ndodh kjo që ka me prej lidhet familjare. Kemi a gjetë mingjes një pengesë, një mangësi, kështu që më thonë ka marrë puna kemi prej lidhet familjare për shkak mangësive që i kanë. Kështu që më thonë ti nuk mundesh me pas një rreth pa gabime. Duhet me pranu. Kjo është dobia e parë. Më thonë këtë hadithin që flet për në raport me gruën, autori e shfryzon thotë edhe Maxhan vlen këtë hadithin me i shiku punë të mirë, më thonë. Maxhan. Po kjo nuk vlen vetëm për vlen në një aspekt tjetër. Thotë autori, dobia e dytë, burimi i dytë, thotë udhëzime dhe rekomendimet për largimin e brengave dhe stresit. Gjithashtu kjo hadith vlen edhe për këtë mesele. Pse se ti kur ja shikon anët pozitive një personit, qetësohesh. E gjen lumturinë. A nëse nalesh veç te gabimet e gruas tonë ose shokit tonë ose kush do të qoftë, do të ngushtohet zemra. Do të kapton më thon pikëllimi. Kështu që më thon kjo ka të bëjë edhe me lumturinë këtë hadith. Dobia e dytë e këtij hadith më thon ka të bëjë edhe me lumturinë. Thotë ruajtjen e cilësisë shpirtërore, thotë këtë harun, çka hadithi harun edhe cilësinë shpirtërore. Të bën të rahatshëm. Thotë vazhdimin me përmbushjen e obligimeve të detyrueshme dhe të tjerave në që më thon i kemi përreth. Shikoj më thon kjo hadith për e shohim që edhe këtë aspekt më thon na bën neve dobi. Dalmi te një mësim tjetër, më thon rregulli i dytë i lumturisë, autori përmend një mesele si dimi ndaj problemeve të mëdha dhe të vogla. Çka i bie kjo? Kjo i bie nëse ka njerëz, nëse është një punë shumë e madhe e më shumë seriozisht. Po nëse një punë e vogël e neglizhon. E çka punë e vogël që ke neglizhue, ka mundësi ta bie pikëllimin. Sikur ta marrim një shembull, autor dietar i marrin disa shembull. Shembull dikush lodhet shumë, bën harxhime me suni dark me gostit një akrabo. Bën harxhime mëdha, blen, shkon trege, i blen këtë gjëra që ka nevojë, lodhet, mundo gjithë ditën e përgatit, mbrëmje vetë pse fëmia thot o bab, jam lodh të shku në pazar, e prish këtë atmosferë. Pse thot kështu ne, nga se nuk mundi me duru këtë problemin e vogël, edhe në përkombi këtë atë sakrificën e madhe që e bani. Thot në herë problemet e vogla, mund të aprishin këtë atë punën e angazhimin e madh që e ke bë. Këtë ulemat e marrin shembull pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot edhe pse pejgamberi ka pas kontakt me njerëz ndryshëm, o kon komandant, o kon imam xhamie, o ka prit njerëz në islam. Po ka një tjetër që pa, pejgamberi ka ndihmu grujës vet. Ka lut me fëmijë të rrugës. Domthon ka net me fukaran, ka net me problem. Mundsi një person që janë shumë lart, marr puna me net edhe me këta të voglit. E thon dietar, domthon nëse mundosh me bë këtë baraspeshën mes angazhimeve të mëdha dhe të vogla, kjo të bën të lumtur. Nëse koncentrohesh te ato të mëdha dhe i neglizhon këta të voglat, çta të voglat ta bin mërzin. Autori thot, është interesant se si shumë njerëz thot gjejnë forcë dhe guxim të sfidojnë probleme të mëdha, thot, por jo edhe problemet e vogla. Kjo çka ndodh thot, të vëhet një llosë në karakterin, po ndoshta përdor fjalë të këqija. Edhe çështja është e vogël, pa ai njihet keq, edhe ngushtohet zemra. Thotë u dëmtojnë thot imazhin, i mbajnë të stresuar. Vetëm për një shkak që ka ndodhur diçka e vogël ai e bën të madhe. Edhe pse ka dhënë mund të madh që mu kënaq me çat punë që ka bë. Po për shkak që nuk është i durueshëm ndaj këtyre të voglave, kështu që e prish këtë atmosferë. Po është një çështje interesante. Pra kjo ishte domethënë e dyta që përmend autori në këtë libër. Domethënë rregulli i dytë. Do shkojmë te rregulli i tretë, faqja 24. Autori thotë mos u angazho me brengat.
Edhe kjo është një pikë e lumturisë, ka ndodhur diçka, mos u merr me ta. E kam pasur disa njerëz kur kanë një problem, ka shkon gjithë ditën, i kalon ditët të përmend problemin, më thon. Te kaloje, mos e bën muhabetin shumë. Se bëjë muhabetit me hollu çështën, kjo të bën të mërzit, edhe pse i ke mirat, por më thon pse gjithmonë e ki në trum, e ki parasyve, kjo do të shkakton breng dhe ta humb lumturinë. Thotë autori, thotë i mençuri e di se jeta e tij e vërtet është ajo pjesa e lumturisë dhe prerjes shpirtërore. Pjesë kjo thotë kjo jo e gjatë, andaj nuk dëshiron ta shkurtoj me brengat e detet që janë kundër jetës së tij të vërtet. Pra më thon largojo. Kjo të bën më thon të jesh më i lumtur. Pra kjo është ideja, më thon lumturia, më thon forma e tretë, e pika e tretë që si marrin drejt tek lumturia. E katërt vazhdon autori thotë në mesetë tjetër, thotë krahasoj mirat që i ke përballë ative, më thon problemeve. Shumë nëse nash analizoni kishe, jo i kena po i kena gjithë ne kena begatit më dhaja. Pse na ka ndodhur 1, 2, 3, 5 probleme, diçka që nuk është në rregull, nuk është shpimi krahasu këta mes dijave. Kjo të bën të lumtur. Kjo është më thon pika e katërt. Thotë autori, gjithashtu duhet që kur e godet në ndonjë fatkeqësi, ti krahasoj begatitë dhe birësitë shpirtërore e materiale që janë dhënë me këtë të ligë apo fatkeqësi. Duhet të bëj krahasimin. Nëse e bën krahasimin, do të jetë shkak kjo që mu largu, më thon ai problem. Kjo është më thon pika e katërt e lumturisë. Vazhdojmë shkojmë te një pikë tjetër, ato interesante për më një pikë tjetër, mos u ndikon nga fjalët e njerëzve. Shpesh më thon na ka plan pikëllimi, mërzia, pse ta thotë dikush një fjalë jo të mirë. Ti mundosh me bëni një aktivitet hajrit, dikush nuk është i gatshëm ta thonë një fjalë të mirë. Edhe mund të kaptu më thon mërzia, pikëllimi se dikush ta ka thonë një fjalë të keqe. Thotë autori në faqen 25, thotë ndër gjërat e dobishme është që të di se të këqijat që i bëjmë njerëzit kundrejt te, sidomos fjalët e këqija, thotë thotë fillimisht i dëmtojnë ata. Ai që ka folur keq dëmtohet, fillimisht se ka marrë mëkat. Ata ka vullnetin, ka marrë, më thon, po ti s'dush mu dorzu me fjalët e atij që të ka dëmtuar me fjalë. Jo ti, thotë, s'ka dëmtuar ai ti, thotë, ti dush me qenë i fortë. Dush me te kalu këtë problemin, këto fjalë që ti ka thonë ti. Po vesh nëse ju lë thotë shtiq, nëse ju lë rrugë këtyre fjalëve, që atë ta bën sherrin. Kujtasi mos u merr me fjalët e njerëzve. Mos i lë rrugë, mos ja analizo fjalën që ta ka thonë. Sidomos nëse dikush që s'ka njohuri, s'ka ilm, nuk ka takvallëk, nuk ka i kujdesshëm, mos u merr me fjalë me vërtetë që ti japim. Kjo ishte më thon pika e 5 e një rregull tjetër i lumturisë. Vazhdon e 6-ta. E 6-ta thotë shumë ka të boje, pika e 6, meditimi, mendja shëndosh shumë ka të boje me një jetë të mirë. Nëse edukon vetëm me mendu gjithmonë pozitiv, kjo të bën të lumtur në dunjë. Kjo është pika më thon e 6. Thotë autori, thotë dije se jeta jote është paralele me meditimet dhe idetë tua. Nëse ki gjithmonë mendon negativisht, gjithmonë kemë pas probleme dhe gjithmonë kam të ngushtu zemra. Po nëse më thon trajton gjërat, më thon duke pas mendim të mirë, fillimisht për Zotin, që ka aty urësi, çdo caktim Zoti ka urësi, patjetër, atë normal që kemi pas më kollaj me kalu më thon atë problem. Kjo ishte më thon një çështje tjetër e 6. E 7-ta, edhe kjo është 7 interesant, është 7-ta, nëse bën vepra të mira, mos prit falënderimin e njerëzve. Ne na ndodh shpesh aktivitete nalën, edhe punë të hajrit nalën, pse dikush s'ma ka ditë. Unë kam bën filon ditë mira, 3 të mira, s'ma di. S'm ka thon faleminderit ose s'ma ka thon një fjalë të mirë, edhe nalësh. Thotë autori, nëse prit, mos i prit fjalët e njerëzve. Vlerësimet e njerëzve mos i prit. Nëse i pret, thotë ka mundsi dikush nuk do të jetë mirë njohës, edhe pse duhet të jemi akthit mirë me të mirë. Po që ai nuk është ai që duhet me kon, edhe ti të më thon ngushtohet zemra. Edhe të rriqes nga aktiviteti i hajrit. Kështu që më thon mos u ndiko. Nëse do të ndikohesh, kam të kaplu thotë mërzia, edhe pikëllimi, edhe ki melon aktivitetin. Thotë autori, ndër gjërat më të dobishme për të larguar brengat është që falënderimin t'ia kërkosh vetëm Allahut. Peti me pritësh problem. Nëse e ke bërë thotë mirë dikujt që s'ke detyrim ndaj tij. Shumë ne kemi dikujt na bën mirë pse kena obligim, si prindërit që. Po kemi në raste i bën mirë dikujt që s'e kena obligim.
Vullnetarisht i e bën dikujt të mirë. Që më thonë edhe pret pitina s'ka mirënjohje, nuk ka falënderim, kështu që ti më thonë mos prit prej njerëzve me ta vlerëson. Thotë nëse i ke bërë thotë mirë dikujt, që më thonë e ki obligo ose se ki obligo, dije se ti në të vërtetë ke shfaqur me sjelljen me Allahun. Kjo ka të bëjë më thonë me ka të bëjë me Zotin, i ke bën mirë, e ke prit prej Zotit. Se Allah thot në Kur'an, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah i don ata që bëjnë mirë. Ti ke synu. Se ke synu më thonë çështën që ai më ta ditë. E nëse ki parasysh këtë rregull, thotë që më kon më i lumtur, edhe zot kap ajo mërzia, më thonë pse dikush më thonë ka qenën mirënjohës ndaj. Edhe përmend autori një ajet kuranor në surën Insan, thotë Allahu inna ma nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Allah kur përmend rrobat e mirë në Kur'an, ata çka thon? Inna ma nut'imukum liwajhi Allah. Ne po japim juve me hangër vetëm për hir të Allahit. Çka tjetër? La nuridu minkum jazaan, nuk kërkojmë nga ju të më na shpërblini neve. Wala shukura. As nuk presim nga ju me na thon faleminderit. Pra rrobat e mirë Zotit, më thon, ata nuk presin që më thon me akthi, më thon në këtë formë, më thon me faleminderim. Pra kjo është më thon e shtata, mos prit nga njerëz, më thon me qenë ata në faleminderim ndaj punëve që i ke bërë. Vazhdon autori e përmend pikën tjetër më radhë e teta, thotë në vazhdimsi thotë ti kesh parasysh, më thon begatit e Allah, ti kesh parasyve, mos i qet mas shpinë. Ti kesh parasysh se kjo të bën të lumtur. Nëse i qet mas shpinë të mirat e Zotit, thotë kjo ka me të kaplu, më thon ajo, më thon brenga dhe mërzia. Thotë autori në faqen 26, gjërat e mira le të rrinë për herë parasysh. Gjërat e mira të rrinë sa herë parasysh, puno dhe angazho që ti posedosh, mos e drejto kokën nga gjërat e dëmshme dhe të këqijat që të sjellin vetes me ose pa vedijen, sjellin ato brenga apo shqetësim apo probleme. Edhe këtu një detaj interesant autori thotë çlirohu dhe përgatitur thotë psikisht për punë të rëndësishme. Çlirohu fjala arabisht është libri, është ijmam. Ijmam i bën më thon pushimet, relaksin. Edhe autori këtu, ata që komentojnë këtë libër thonë, këtu autori ka thënë me thonën, është mirë njëri me pas në jetën e vet një kohë ose mëna ditës, ose mëna javës, ose mëna vitit, ditë caktuar të pushimeve. Pse kjo? Kjo e forcon njeriu më tepër. Ne kemi edhe këtë sistemi në shkolla ashtu në dillje. Domethënë, edhe kjo do të më qenë besimtarin edhe jetën e tij përditshme do të pas orë caktuar ku pushon. Ku e merr veten e kthehet energjia. Se dietari Sali Usejmi thotë shpirti siç lodhet trupi, thotë lodhet edhe shpirti. Edhe shpirti ka nevojë për pushim. Ne e po angazhohesh shumë e vren që nëse me trupi je fort, po tu ka lodh shpirti. E duhet më ia dhon edhe shpirtit atë pushimin që më marr më kthi më fort. Por këto Sali Usejmi jep një vërejtje. Dhe shumë njerëz thotë pushimet në herë i te kalon për harame. Thotë që hup më thon qëllimi pse ja ti pushimet. Të dashur me u marr më forcu më tej, por thotë tani ai thotë njolloset me mëkate. S'kuneve që na ndodhin, venet tona shkojnë deti ose shkojnë më thon përzinë për vende caktuar të harameve, nëpër muzika, kështu që tu dash me pushue shpirtin, aty njolloset me mëkate. Nuk është kjo përcjellim. Domethënë ti të lejohet me pushue, të lejohet me kërkohet, por më thon me suazve të halalit. Me qëllim që mu kthi më i fortë. Edhe gjumi natës, edhe jo se Allah ka bërë sistemin e jetës tonë, më që ne çdo natë flemi. Kjo pjesë, më se ti nuk mundesh me vazhdu jetën, edhe s'mundesh me pas energjinë nëse nuk e merr këtë dozë të pushimit. A kupton? Kjo këtë çështje e përmendatore. Vazhdojmë në pikën tjetër, 9 me radhë. Kryerja e punëve thotë në kohën e vet. Pse kjo kryerja e punëve vet? Shpesh njerëzit nuk e kryjnë punën që duhet me kry sot, e le për nesër. Tani punët e nesërmës mbledhen djeshmit dhe sodit, bën shumë, edhe njeriu në ka plan mërzia. Këta thotë punë që i ki me kry sot, kryet, se kjo të bën më të lumtur për nesër. Të lirohet jeta jote. Ki kohë më thon aktivitet më shumë me bën punë të mira. Vazhdon autori thotë ndër gjërat më të rëndësishme dhe njëkohësisht thotë më të dobishme është që të mos shtysh por më vonë kryerjen e punëve. Mos e shti punë që i kemi kry sot, mos e shti më vonë. Krye më vonë sot për sot. Krye më një herë dhe mos u ngarko agjendën e së të ardhmës. Se
Se ti më kur e le për nesër, për pas nesër, tu ka ngarkuar ajo pasmeshme. Ai dita që vjen më. Kështu që më thon punë që i kimi kri sot, më thon krije edhe lirohesh edhe je më i lumtur. Se e kam kri sot një obligim, kështu që nesër jam rahat për këtë obligimit. E kam kri sot. Pra kjo është më thon e nata. Dhe dheta dhe e fundit thot miru me punët më primare. Se në jetën tonë kemi disa punë që janë primare, rend parë, e disa janë dytësore. Gjithashtu thot ato do të merrem me punë që më shumë ta do pasioni jot. Kënaqet, i kena do punë, si do të nevi ka do punë që kur mirët me ta, kënaqet thot. Nëse i ki mes dy punëve, njëri i ki më dashme, tjetri i ki më pak dashme, merru më atë që është më e dashur për shpirtin tënd, nëse normal nëse është halal, kjo të bën më të lumtur. Thot ato thot edhe një gjë do ta kesh parasysh, nga punët e mira thot për zgjidh thot më parasorën. Ajo që është më rend parë. Pjasoj filloj njerë. Tani ditë të punëta që janë më dytësore edhe e kështu me radhë thot veçoj gjërat më të cilat thot ke pasion. Gjërat që ke pasion dhe ke më shumë dëshirë thot ata veçoj me ta më shumë kalo, kjo ka me të bëhe më të lumtur. Edhe kjo më thon është një pikë interesant, më thon disa njerëz nuk i kanë parasysh këto pika, edhe i ka plan më thon mërzia. Këtu në fund desha me përmend një gjë. Autori e kam përmendur disa herë në shpjegimin e librit. Autori është mundu mi përmend ato gjërat që ka menduar që janë të rëndësishme. Për marrë drejt e lumturia. Por ulema kanë thonë nuk janë krejt këta. Janë disa sende që si ka përmendur autori, që është më rëndësishmi përmenden, që janë gjëra obligative, por njëtë kohë janë edhe rrugë të lumturisë. Do të përmend vetëm 6 prej tyre që nuk janë libër. E para, ulema kanë thonë namazin vaktin e vet është prej dyrëve të lumturisë. A keni vetë njerëz që janë që kujdesshëm me fal namazin, mirë në vaktin e parë, e ka një çfarë lumturie nuk krahasohet me tjetrin i cili nuk i fal namaz vaktin e vet. Kjo është përmi të argumentet. E dyta kanë thonë dietarët, largimi nga mëkatet e bën njeriu të lumtur. Ato se ka trajtuar këtë temë, por kjo më thonë në librat përmendet Baiki Ibn Kaimi e ka shpjeguar te libri sëmundja dhe ilaçi. Aty në detaj përmend se lumturia kthehet kur njeriu largohet mëkateve. Edhe adhuron Zotin. Këtu është ajo, po thon çështja kryesore. E kjo është e dyta. E treta kanë thonë dietar për gjëra që jeni bën të lumtur, që se ka përmend autori, është taharatul qalb wa salamatus sadr, do të pas zemrën e pastër, edhe të pas zemrën të qetë ndaj besimtarëve. Ai po disa njerëz për si thonë kanë vrejtje. Për si thonë më thon ka mendim të keq. Mo çoftë ai hoç, çoftë ai më thon shok, qoftë më thon familjar, për si çfarë gjithmonë ka vrejtje të rënda, ndoshta për veten e vet asnjëherë nuk e gjen që ka dini vrejtje. Kjo nëse ka njeriu kësi zemër, normal që s'mund të qenë i lumtur. Pa e treta, që se ka përmend autori, gjithashtu kanë thonë dietarët sa'atul ufuq. Për gjëra që të bën njeriu të lumtur është edhe me pas mendje të hapur. Me pas më thon zemër të gjantë, më thon edhe menet me njerëzit edhe mos menuçi ti vetë si më i miri, po edhe tjerë janë ka mundësi me kombat mirësone. E kjo e bën njeriu të lumtur. Nuk e ngushton më thon hapësirën e njerëzve të mirë. Gjithashtu për gjëra që se ka përmendur autori është salamatu dhawq, shije të shëndetshme me pas. Çka i bie kjo shije? Si thash më thon njëri për mua ka thonë mos u bën si ajo më thon kafsha që nal vetëm aty ku ka erë të keqe. Po bën si blera që nalesh nëpër lule. Ka disa njerëz më thon janë si ato më thon insekte që nalen vetëm ku ka keq. Kjo vjen nga burimi nga brenda. Ai ka më thon kuptime të këqija për njerëzit, kështu që kjo e bën, edhe kjo thotë ulemoja nuk ka shije të mirë. Ma atë kulturë gjithmonë ai këtë negativesh. Ka një energji negative që me kushtrim me ta e vren se ai nuk njihet mirë, më thon. Edhe ka zemër ngushtë. E kjo çon deri tek më thon mos më çeli lumtur. Edhe në fund kanë thonë dietarët, mund me ndodh dikush mos më çeli lumtur me pas brenga për shkak disa smujave shpirtërore. E ka nevojë me pas një takim me një psikolog, ka nevojë me pas një takim me një pedagog, ka nevojë ndoshta me pas takim me një hoç që bën rukje. Kështu që më thon, jo sa herë njeriu vetveti mund të largue më thon problemet, streset, ankthën. Kështu që më thon, nëse ti ke imunuar mi marr shkaqet, prap skandal, ashtu si ke menuar ti, është mirë ta kontaktosh një njerëz të ditshëm. Qoftë në limive ndryshme, dhe më arrit drejt tek lumturia, nga se lumturia është për shkaqe që jetës i jep kuptim. Tasi më thonë nuk bën njeri më unalën, nëse ke marrë gjitha këto shkaqe që ka përmendur autori. Edhe prap nuk nihesh mirë, më thon,
ka mundësi k'i një problem shëndetësor. Është mirë me konsultuar edhe mjekun, ndoshta me qëllim që me arrit deri tek ata, me largu ato ankth, ato probleme, ato brenga që i kemi. Pra kjo ishte domethënë libri që mundum disa ligjërata me nalën, kush lus për Zotin, lus edhe kërkoj nga Zoti subhanallahu teala që Allah ta kishë pranuar nga ne këtë ligjërat dhe inshallah më kemi dalë që kemi marrë në esent. Bile Sali Usemi kur e përfundon këtë libër thotë e këshilloj thotë vetën dhe juve që është mirë më shpesh me e kalu këtë libër, me lexue, gazetarët thotë me vërtet ka përmbledhur pika të shkurta, ato dy që bëjnë më të lumtur. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëleft.